Fshatrat e Devollit të Sipërm, Sinica, Arza dhe Qyteza mbeten ndër zonat më piktoreske për të vizituar gjatë stinës së dimrit. Dëbora u jep këtyre fshatrave një pamje të veçantë, ndërsa shtëpitë prej guri, të ndërtuara pranë njëra tjetrës, krijojnë një atmosferë karakteristike dhe autentike. Vizitorët që udhëtojnë drejt Devollit të Sipërm përballen me një realitet ndryshe, ku tradita dhe natyra bashkëtojnë larg zhurmës së turizmit masiv. Banori i Sinicës, Dajlan Ysolli, ka investuar në hapjen e një bujtine, duke kontribuar në zhvillimin e turizmit lokal. Sipas tij, zona vizitohet gjatë gjithë vitit, ndërsa gatimet tradicionale mbeten një nga arsyet kryesore që turistët rikthehen. Brenda Shqipërisë, Devolli kryesisht, Korça, po edhe turistë huaj nga Evropa, nga kanë ardhur nga Izraeli, Palestina, Kina, Evropa gjithashtu. Turistët pëlqejnë vendin këtu, që është shumë mikpritës. Kemi 2 ujvarat, kishën, 2 urat e gurit, domethënë ka gjëra për të vizituar. Edhe investimet në infrastrukturë kanë ndikuar në rritjen e numrit të vizitorëve. Afrim Memelli, gjithashtu banori i Sinicës, shpreh se turistët vlerësojnë arkitekturën tradicionale, natyrën e pastër dhe ujin karakteristik të zonës. Klima shumë e pastër, gjithëbërim, zonë malore, ujë ftohtë, shtëpi karakteristike. Këtu kërkojnë tradicionale, ushqimet lakror, dhallanik, pula, mishi freskët, peshqere. Fshatrat e Devollit të Sipërm janë pjesë e zonave me pasuri të shumta kulturore dhe natyrore në qarkun e Korçës. Me potencial të lartë për zhvillim turistik, këto fshatra po tërheqin gjithnjë më shumë vëmendje, veçanërisht gjatë dimrit, ku shfaqen në formën e tyre më magjepsëse.